Ne kemi qenë 2012-ën, bëjmë gara, si në Shqipëri, si jashtë shtetit, kudo në përbot. Nuk na ndalon dogana kroate, na ndalon dogana shqiptare, për turp të Zotit. Tani muhabeti është këshuja, e gjithë kjo punë e ka bërë ai i Kokshit, me Zan Gjylen, që është nga Lushnja, për interesat e tyre, se do të tërta lojtarët, ti marri, ti çoja atje, fitoj Zani lek. Po loj nuk di të bëj fare është zero, nuk asnjë lloj nuk ka bërë, asnjë lloj vetëm mashtrim, asnjë lloj gjë. Kurse kujtimi, këtë që lozim neve e një tër bota, është njësh këtë sporti. Dhe kjo bëhet vetëm për interesa personale, që të gjitha lekët e plumave t'i mbledhi Zani, se jemi budallëneve. Prandaj për kapricën të kësaj natyre, që nuk bashkëpunojmë ne me Zanin, vajtën shuan letër në dogan atje për na bllokuar neve. E kupton, vetëm ky është problemi jon. Kurse për rregulla, për tëra, për letra, për çdo gjë, kemi tëra në rregull neve. Kjo bëhet vetëm që Zani ti mbledhi të gjitha lojtarët, ju marri lekët. E mori atë të Kokshit, e çoi në Lushnjë, e ngërpin aty, i dha ca lek, e si prudimisht e bën puçin në dogan për neve. Ky është muhabeti motra. Asgjë tjetër nuk është këtu. Na dhe dokumenti këtu edhe kaq. Edhe po s'kaloj pllumat sot, do bëhet nami atje. Në dogan e kudo. E ha, çojnë televizion këtu po them tani. Unë na kthyen dogan vëlla, na kthyen kot fal. Unë na respekton Kroacia, ku shkojnë pllumat i do tër bota vëlla. Në Gjermani, në Belgjik, në çdo vend, kemi mbledhur botë, kemi pluma me lek. Vemi tani na çojnë kokën aty vëlla. Ne do nisim për garë, nëse plumat ta nuk kalojnë, në dogan do bëhet nami. Dhe plumat e tyre do kalojnë me për 100 vjet. Kaj për ju them.